Një nga shërbimet më të vështira që më është dashur t'i bëj babit tim është kjo që e bëj tani. Të flas për to në emër të familjes. Një gjë që ai do të ma lehtësonte me siguri me ndonjë shaka. I nderuar zotri kryeministër, të nderuara zonja dhe zotri, miq dhe dashamirës. Në emër të familjes ju falenderojmë përzemërsisht për praninë tuaj dhe për hapësirën për të kujtuar e nderuar babin. Shumë prej jush e njihni atë çfarë babi ka bërë si mjek, si veprimtar politik për lirinë e Kosovës dhe shërbimin e tij si kryeministër i parë i Kosovës. Ne familja e tij natyrisht që e njohim Bujar Bukoshin si person publik, por e njohim edhe atë që shumica nuk e njeh. Bujarin si baba, bashkëshort dhe si gjysh. Aq sa ishte i sakt me skalpelin në sallën e operacionit, aq ishte edhe i drejt për drejt dhe i guximshëm në ndjekjen e vizionit për vendin tonë. Po aq ishte mbështetës, plot dashuri dhe me humor kur ishte të ne në shtëpi. Në vitet e fundit, kur ajo përball me një smundje të rëndë, ne njohëm edhe një baba tjetër. Luftëtarin që sfidonte smundjen me të njëjtën vendosmëri, me të cilën përballonte vështirësitë që i sillte politika. Deri në fund të jetës tij, ai na tregoi se të luftosh për të jetuar, do të thotë të jetosh si njeri i lirë në mendje dhe të mos tërhiqesh përballë asnjë pengese. Faleminderit që po e nderoni babin ton, ju që jeni këtu, dhe dhjetra personalitete gjithandej nga politika, gazetaria, bota akademike. Faleminderit kolegëve dhe miqve dhe të gjithë atyre që na qëndruan pranë në kohë shumë të vështira në çfarëdo mënyre. Në dhimbjen tonë është një ngushëllim i madh të shohim se vepra e tij dhe kontributi i tij po vlerësohen. Ju falenderoj.